Ma, ku je? Atë ja u kam lënë gocave unë, se janë më të vogla edhe nuk durojnë dot. Edhe ti i vogël je shpirtin, po duro derisa të vi babaj. Mbase do të sjellaj ndonjë gjë për të ngrënë. Mirë, mam. Mos e mërzit. Unë duroj. Por do vi momenti kur s'do na mungoj asgjë dhe do kemi ushqim mjaftueshëm për të gjithë. Shpirti mame ti, zemra ime, ke një zemër Flori, jam krenare për ty biri im. Do Zoti kështu ndodh gjithmonë. Ashtu do jetë. Do dalë të luaj me shokët. Dil shpirt, dil luaj. Hajde një goca tani buk. Erdhe, mami. Pa u lodhe Xhaçelo. Samuel, më mbush çik të bidonin me ujë. Edhe mos e vono. Po Xhaçelo, direkt. Faleminderit. Ja ku e ke Xhaçelo, direkt shpejt. Rosh, të falenderoj shumë. Samuel, merre këtë. E kam bërë për ty. Po nuk kam lek ta paguaj këtë. Po kush të kërkoj lek ty? Pastaj ti bërë edhe punë, më mbush e bidonin. Shumë faleminderit Xhaçelo. Të bëf të mirë. Punë të mbar. Bare mirë ta kesh edhe ti. Kështu vetëm. Kja mua për shdo gjë. Kemi një dhe tjetër dhe të keqen vaj jotë. Ti ke gjitin vaj kahve legët. Nuk të thotë Zoti shpirtën. Për Zotin të duaj shumë, sa që edhe kur nuk ndel në ndër mërzitë. Mëse ku pres ditën e madhem. Do martohemi. Më në fund njëre për gjithmonë, mba. Hajde, pak mirë. Po kjo, më? Qa du mora? Shtë me. Kush? Qa du më? Nuk është fema jote, por i ka gjithë qef me të spor, i ka me vonë, në shpirti vlajt, nuk bojnë këtë gjona me vonë, qa du bore? O qim, zguzon kush me këtë femat e më, o qim! Kuriozone të bojnë vlajt, se pra të firma se vleka me argju 2 kokra leku, jo 2 kokë që plumash, qëtëso. Ha, ma që shimë që më bënd ti mu. Kë po që shtopi mirë. Do të shkojmë për në port. Në port nuk do rish, po nda sport. Jo, malos, do rish sport, do rish në sur me mua. Hajde rrim bëj sa gjyti sa të një dhe një të gjithë. Gol! Super gol! Se kisha më njën, po në port nuk di. Em shme prap. Më të rego edhe një për rallë të lutem. Atëherë, ne ishin njëherë 2 vlezër. E po tash i këto 2 shokët Po ti the 2 vlezër. Do më qësh tash apo ti ki fare unë? Mirë, vazhdo. Do më thonë, shokë që duheshin si vlezër. Edhe jetonin në një fshat shumë të varfër. Por njëri nga këta duhet punonte, sepse babajnë e kishin shumë smurë. Kjo jam unë. Jo, ti e tjetri. Sepse një ditë prej ditësh ai... Malo, të suri gjumi ty mu. Akome nuk e fjetur birë. Ti e di që unë të pres gjithë një, babi. Sonde nuk të kam sjellë çokolata. Humba. E ke të leti të thuash humba, po mua po më zjen koka se s'kam çfarë t'u jap fëmijëve për të ngrënë. Hiq dorë, more, hiq dorë se do të shkatrohemi kështu. Do të na vdesin fëmija për bukë. Do të heq dorë. Ju premtoj. Ti beson birë? Po ti grua beson.
Sa herë ke thënë kështu ti, edhe prap rrogën atje lije. Se radhe e kam vendosur. A ka diçka për të ngrënë? Asgjë s'ka për të ngrënë. Asgjë. Vetëm ujë dhe bukë të thatë ka kjo shtëpi. Po shtrihem, natën e mirë. Natën birë. Natën e mirë shpirti mamit. Otan. Otan pash zotin. Të lutem. Borgjë? Prapi gjosë. Qëno se me ndryqime më që din gjithë që shili qarë. E di sa është borgjë? Punosh dhe 1 milion vjeti nuk e lanë dot. Po mos e bëj për mu, bëj për fëmijët e mim. Ndjek shpirtit i shoh nga gjendja. Dje kur po kthehesha në shtëpi dhe pash ti mbir tek mpriste. Nuk dija çfarë të bëja, sepse nuk isha as i lek që të bleja një çokoladë. Në rregull. Në rregull. Po është hera fundit. Faleminderit vëlla. Ta paço borxh. O, shpina. Një sekundë. Ama, je mirë. Po mirë. Ha? Lëre. Hajde më bëjmë bashkë, Dhe shko lëri prap lekët bëgjus. Po nuk do luj mo. Ishte era e fundit dje. Si gjithë herët e fundit tjera, po hajde. Po të mirë. Po? Si e? Çfarë pune ke me Almundi? Është e fejuara ime më shok. Du të heqësh dorë sa më shpejt. Por ti zotri do martohem me Hajde më. Erdesh. Hajde, a ke lek me vetë më? Ha? To po, pasjeqe, po. Hajde, pasjeqe. Sa me lojnë. Hajde, se erdi. Po luan prap. Jo! Hajde shpirti mamit të fini gjumë tani. Do presim babin. Hajde zemrë mamit. Samuel, shko thire të tatë. Shpejt. Keq, me jove. Zemrë mamit jeti. Pes 10. Hape polë. 10. Tu, avash, sajja. Qëtësi, qëtë. Avash. I vjen lojës. Edhe nga s'mojmë i qikloni, edhe 5 vjeqe sipër. Pasun. Pesë tujet dhe 5.000. Visto. Çek. 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 Abi dedi.
Dora e fundit edhe unë nuk luj më. Qa dora e fundit të vendosë mos të vendos tira. Hajde vedet, fillon Lona. Me më këtë legët të japë gjitha nesë. Kikna mu shnera ke jedi. Olin. Po hape i letëra, burë. Hape me të mollë lekët kryet qipshë. Natë. Po ikë. Po ikë të jetë qipshë. Sa mafra pa me keve lekët i fsharë, ro. E kemë. Babi, çfarë ke? Ngriu të lutem. Çfarë e bë babi tim? Babi. Qetëso mirë. Babi. Ndihmoni babi tim. Mos e lini të vdes. Kujdesu për mamin. Edhe motrat e tua. Më falë birë. Që po të lej një barë ka i stërërat. Babi. Babi! Babi! Ja marrë bapë, ka marrë malli shumë, do duhet përqafoj edhe njerë si dikur. Pa i qafat mos kara, të premtoj. Samueli! O ma, Samueli! Mirë se erdhe vlla. Si e? Se e një rritini për shumë putërë. Mirë se merë dhe o djallë, zemra ime, mirë se merë dhe o djallë. Po nga friti kjo ero shpirti mamit. Hajde, hajde zemra ime, hajde. Merë qëfin, hajde. Po si ke qenë o djallë? Po mirë, Si të shkoj rruga? Pa hajtë Mirë? jo keq, Ah, sa mirë bare që erdhe, more djallë. Ka lezet kjo shtëpi me ti. Kam bërë gjellë, do të hash? Po si dhe se po vdes për bukë, hec shpejt. Shpejt, shpejt. Po si ke qenë? Mirë, mirë, ka dash zoti, mirë, mirë. Të kam dëgjuar këto dia, po. Po, Po për janë. vete, edhe unë po. Janë goca shumë të mira, janë të dëgjueshme. Hajde. Ah, more birë, bëre shumë mirë që erdhe. Ha, si të duket? Mire ka bo, mirë, hajë. Ah, sa mirë bëre që erdhe, more birë. Edhe, mos e kthe me kokën pasë. Ta një taja, po do bëjmë të muhabet. Ha, të bëf të mirë. Vetëm, dëgjoje në nënë të ndë, Gjithë si familje do e paguajnë mungesën e babait. Akoma me këtë muhabeti, more? Po ti e di shumë mirë që ata janë fisi fuqishëm. S'mintereson, dhimbje tona dua kthej mbrapsht. Për këtë qëllim ka marrë, s'ka marrë për ju. Më mirë, të mos kishe ardhur birë. Zuar mirë, të lumshën kemë. Kishim kajt shumë koqe të prisin. Na parolove zemrë. Gëzua. Nuk do largosh, po?
Më hape syt o birë. Shumë na ke munguar. Zemre nënës. Edhe ju më keni munguar shumë. Nuk e keni idenë se sa. Zemrën dhe mendjen tek ju e kam pas. Rofsh o birë. Hajde këzua! Mos pjo babi se të bëndon. Pitash! Do pisa të vdes në qofë se kam për të tekur. Edhe po të vdesë, sot të vdes i lumtur me familjen time. Gëzuar! Si që kesë, duhet të Gëzuar! Morime për ty, shumë morime për ty, shumë morime për Alesian, shumë morime për ty. Denis, shoku im I vjetër. Shumë ka pa u pa. Shumë ka. Zëmë që shëf? Denis. Kjo është për ti. Kjo është për ty. Ervisi ka një lokal, jo shumë larg nga këtu. Ikim! Prejta, je nuk është vetëm. Edhe ne s'jemi vetëm. Ishtë për mirë. Alex. Do më dhe? Po kërkojmë për Ervisin. Ervisin, ato se kërkon e Zotit, ata gjeni ju. Ikmi o quna se su ka gjithë belaja. Qa po ndodhë këtu? Ervi! Tike. Qa ke dire, pse e zvarë si limon ty? Edhe në qparë në tërvetet e klokalin. Shtin, gjujtën. Ty? Jo, më vranë kamaririn tim. Qa të thonë tire? Po për zotin. Se stoti do të në mërë masat urgjentisht, për. Ato po mendoj dhe unë. Po që kemë në rëzikën. Po qëfar rëziku, më bab? Si kemi të gjithë mitë ki qenë baba, jo? Po ne ishim mirë, më bab. Mërë po mirë ishim, po se zjedhim do të kohë në haspit me mërë hakat ki qenë baba. Kanë gjetë armikun e gabuar, babë. Qa? Merë masat urgjent. Mi mlidh gjithë djemë me brigati. Amo qa ke? Qa më rinë këshu? Vrava një të pafajshëm. Ti nuk dojë. Po për të arritur qëllimin dhe shumë të pafajshëm të tjerë të vritë. Në smërësit. Tu shkëm që mojë. Hajde këtu, hajde këtu. Lësho.
Tu mbyllet mes nesh. Kush të tha? Ti do qëndrosh këtu, se të dua unë. Ke gjetur tjetër ti mund? Qetëso, nuk kam gjetur askënd. Thjesht duhet ta mbyllim muhabetin përfundimisht. Ne nuk përshtatemi. Kush kon ti? Kush të dha leje? Më lësho! Lëshoje! Mos Samuel! Pra ky është ai dashnori jot, ha? Tin kush është ky? Unë jam Anton Hoxha, djali i Ndriçim Hoxhës. Ky është djali ati maskaraj që na vrau babain. Ermal, shoqërohet. Askush se klua me mua! Askush! Kam frikë. Për qa ke frikë? Vaj nuk do të vriste për fajin tim. Ai do ta vriste gjithsesi. Ti mos u mërzit se nuk ka asnjë lloj faji. Natën e mirë. Edhe më thuaj për çdo gjë. Ti e di që Samuelin e kanë si vëlla. Ai sa do pak më heq mërzinë e vllait tim. Më vjen keq për vllajin tënd. Tani po ike. Natën e mirë. Qa bone ma, si? Gjdo nën kërkon më të mirën për fëmijët e saj. Ti, Samuel, ke ardhur këtu me qëllime të këqija. Ti ke ardhur për të vrarë, për të bërë kriminal. Ti nuk e ardhur ta gëzosh këtë nën, por ta lëndosh atë. Mjaft kam vojtur, Samuel. Kam vra djalin e atij që më vrau babain. Nuk kam vra do një të pafajshëm. Po marr hak. Në hakmarrje asgjë s'do të bësh birim. Asgjë, përkundrazi. Do të dëmtosh, do të vrasësh veten tënde. Do të të fusi në burg shpirti im. Nuk do të duroj dot. Nuk të shikoj dot mbrapa hekurave. Nuk duroj dot. Nuk i tremben burgut. Por çdo lot dhe vujtjet tona, ai do i paguaj një. Ky është vetëm fillimi. Ti s'ke pse mërzitesh për jetën time. I nënës birë, çfarë ke kështu? Çfarë të ka ndodhur? E ke harruar nënën tënde? Si e harrove të gjithë hallet tona? Baba jot ndroi jetë, nuk vjen më në këtë botë. Çfarë janë këto fjalë që thua? Në qoftë se do t'ju harroja, akoma duheshit në shtëpit mirushme. Me lumtur kam qenë atje. Se ju kisha juve pranë, se të kisha ty, kur ishe i vogël, kur më rrije pranë. Kur të haje i bukë dhe nuk kërkoje, sepse e kuptoje gjendjen tonë në cilën ndodheshim. Po kishim dashurim me njëri tjetrin. Koha më ka vrarë. Më vran baban.
Më vran dhe mua. Na vran shumë ditë të lumtur. O, Zoti më të Zot, pse na vlerësojnë më shumë kur vdesim, se sa kur jemi gjallë. Piri nënës, po më vret dita më ditë. Mbyllë me këtë dritare, më sa herë kam thënë me mbyllë dritare. Hapë atë dritare, hapë. S'kam për të hapë dritare. Hapë se kam nevoj për ajër. Hapë të lutëm se nuk vjen e keqja nga dritare. E keqja vjen nga ti. Nga unë? Pse? Të gjithë të këqijat që ti ke bërë, po në kthejmë mbrapsht të fëmijët. Mbyllë gojen, po ta them, mbyllë gojen. Mos ta dëgjoj zënë e gojës. Se i birë nuk ishte ëngjëll, dhe ti e di mirë, po unë do t'ja marr hakun deri në pikë të fundit. Mjaft me këta këmarrje, mjaft. Ku ka zënë jo? Mjaft se Edhe më sot, fëmijët, mjaft. O, biri nënës, biri. Era, shko hap derën ti. Oj, voglim, oj, voglim. Hajde rëndi zjale, qonë bab dita ti. Muslime. I me jetë keqen. Muslime, zanjë. Tërë në kujta. Muslime. Muslime. Qa të thamë du të që më këthi? Me si quat? Samuel. Po mbi emrin? Elezi. Samuel Elezi? Ishte nga në tona, më. A, në tona? Po. Me emrin Elezi? Po. Ata që. Jo. Pëtë. Era birë. Gëzuar, birë. Baqa. Bab, është më katë që nuk e mora hakmarrjen e vllait tim. Jo, birë. Jo. Nuk është më katë. Kur? Mjere i që në të botë dëmë adresi. Sepse hak pa mare, borë shpalar, nuk ka kur më jenë. Nuk është më katë. Nuk është më katë. Po që të bësh, koha ka ecë, kurse për ty jo, ka stakuar si që duket. S'ke ndryshuar hiq. Ti po thu për mua që unë kam lindur plak? Diçka e tillë. Baj mend që kur ishte i vogël e vije punoje te magazina. I shkafët. Duhet punoja, në baja familje. S'kisha rrugë tjetër Artan. Shkuara të arruara. Po tash i të shoh që je mirë. Si të kanë shkuar punë të mi? Po mirë më kanë shkuar, jo keq. S'ka shumë që jam kthyer. Ke ndonjë plan? Për familjen. Kam kohë pa i parë. E normalisht, madhi na ka marrë. Po që vi shumë që më takoj.
Edhe mua më bëhet qefi që të pash. Artan, duhet të them diçka. Po, më thuaj. Më kujtohet biseda që po bëjmë me babajnë tim. Mua bet borxhi. Dhe ti i the që për gjithë jetën e vet s'do t'i kthente ato lek. Unë kam marrë që t'laj borxhin e babait. Babajnë tënde ka pasu shok. Shok ngusht. Si të va. E përpikon me çdo mënyrë që ta ndihmoj. Për si arritë. Sa për borxhin. Nuk më keni asim borxh. Je përmendja vetëm të vijen sedër. Që ndoshta kjo do ta bënte që ai mos luan të na. Por s'funksionoj. Pastaj me shokës nuk ka borxh. E di. Por kam shumë dëshirë ta laj borxhin e babait. Më thuaj Artan, sa lek të detyrohem? Samuel, as ti, as babai jot, nuk më keni asim borxh. Ti gjithnjë na ke ndihmuar. Na ke ndenjur afër në kohë të vështira. Po merri si shpërblim. Faleminderit për çdo gjë, Artan. Samuel. Samuel. Si jeni Gjaxhela? A jeni mirë? S'më mbani mend me së shoh. Edhe të mbaj, edhe s'të mbaj. Po dhe syt më kanë lënë. Në vite më parë, një djalë i vogël po vdiste për bukë. Dhe ti e qove që mbushte ujë, vetëm e vetëm të justifikoje bukën që më dhe. Dhe atë moment, kur se kam harru. Ti? Unë jam Samueli. Hajtë të përqafojsh. Të gjithë jemi të varfër. Se të gjithë vdesi. Nuk të bën paraja të pasur. Të bën trupit. Njerëzit që do. Dhe njerëzit që të duan. Po t'ishin njerëzit si ty, bota do ishte më e bukur. Do ekzistonte dashuria, sedra. Por tani shohim vetëm urrejtje. Në përfundim, gjithse kush merr atë që i takon, jo atë që kërkon. Shpesher jeta të detyron të ndryshosh dhe të bësh i keq pa dashur. Ndryshon vetëm i dopti. Është shumë e lehtë të përshtatesh. Kush është me karakter të fortë trim, ai e mund të keqen. Mua ma vran babajn. Ma muhuan prezencën e ti. Gjithnjë kam dashur të punoj fort që t'ja lehtësoja jetën. Por ai nuk ma la të realizoja qëllimi. Dhe tani vetmi qëllim është hakmarrja. Hakmarrja nuk të sjellë lumturit. Dhe nuk ta kthen baban. Detyra jote është jesh i fortë dhe të rrosh me kujtimet e babait.
Kujdesu për nënën, duaje respektoje, se nuk do ta kesh për gjithmonë. Dhe mos krijo hapësira që pastaj do të pendohesh. Faleminderit shumë Xhaxhela për fjalën tënde. Korli kun të shikohet tje gjatë. Mbrëma Ermat. Ja. Mbrëma. Mirë se erdhët. Mirëmbrëma zonjë. Urdhroni. Mbrëma zonjë. Mirëmbrëma zemër. Ul. Po Samueli ku është? Samueli nuk është këtu. Ka dalë. Në fakt nuk e kam parë gjithë ditën sot. Do t'jetë me ndoj shok të vetin. Pa merak. Po. Po urdhroni brenda atëre. Me shumë dëshirë, zonjë, por në fakt ne donim të dilnim me Melisën dhe Samuelin. Melisa, po sikur të vi me ne? Mam, s'të thua, të dot? Po, dil. Ja, sa të vërtë që. Zuar. Po t'ishte Samueli do ishe më mirë. A më falni pak.
Je shumë e bukur, e ndi këtë gjë. Faleminderit, por make-up-i bën vetëm. Jo. Pa të edhe më e mirë. Ma besoj. Që nga dita e parë që të kam pa, nuk me iqesh dot nga mendja. Edhe për mua njëjta gjë. Me të prisa të çeja përsëri. Nuk u vonova shumë besoj, a? Absolutisht. Më duket sikur s'je larguar fare. Ha dhe ti tani. Hajde gëzor. Je bërë shumë e bukur sot. Dita ditës të dua më shumë. Faleminderit. Ndërsa unë ty jo. Mendova që me kalimin në kohës do funksiononte, por është e pamundur. Alesja, çike këto. Unë do të propozoja për martesë, nuk janë shaka këto. Çfarë martese thua? Ku mungon gjëja kryesore? Dashuria. Dashuria ditë bëj edhe Bledi. Bledi është vërtet djalë i mirë. Dhe me siguri do gjesh një vajzë të doj siç ti e don. Alesja, nuk është shaka kjo. Më lësho. Si e? Si jeni? Hajde për Vanessa. Unë s'ka gjë. Po kthem për 5 minuta. Dal, ku përshkon? Kje ime dhe kë pun ka marrë fund. Lëshoje! Lëre qëtë vajzën. Kush është kjo e një? Andej. Kjo është e fejuara ime, ç'pun ke ti? Largohu që këtu. E qasi është e fejuara? Kjo nuk është prona jote. Largohu barbon, me të mira se i kemi keq punën. Maskara. Ik tani! Jeni mirë? Mirë, pa e budallaj se di pse është fiksuar me mua. Ai nuk është fare budalla. Çfarë po thua? Jeni shumë e bukur. Edhe ti je shumë i mirë. Faleminderit që më mbrojta. Asgjë. Zëre su takuam rastisht. Unë jam Alesja. Samuel. Gëzohem. Gëzojmë gjithashtu. Më po largohem tani. Mund t'ju shoqëroj nëse se keni problem. Po makina ime? Si edhe me karotërca? Okej, po ju shoqëroj ke makinën. Qimo si e? Si edhe? Mirë. Qo bopët më pëtë? Asgjë. Si më zjo më visë? Më iku. Iku? Ishte shumë i shkafët. Pse kam iku më këthi dish me vrarën e mu? Ana më t'ju të vrasë ty e vlejtëm se ka arme mor hakaj. Pra e kuptoj që s'kemi ko? Valla edhe me dash ti se lej unë ata. S'kemi ko më rëvis? O, vlla, nuk e lej gjallë unë ata. Nuk e lej gjallë. Po më papë që qafë pra vis, qatë të vlaja do vlla. Po e ketë marume më burë. Hajde pra. S'kemi ko viso. E ketë marume. Duhet kemi shumë kujdes për çdo lëvizje që bëjmë. Ato janë pas nesh, nuk i ndjekim vetëm ne. E visi është dinak, po që më qafë atë, dhe qimi ngel vetëm. Dhe misioni mbaroi, ka që ishte. Apo jo, Erman? Për pos dëshirave tona, në qofse ne nuk arrim qëllimin, nuk do t'jemi kur të lumtur. Ervisi ka ditët e numëruara. Ervisi ti pëlqen i dhanatës, kazinot, alkooli. Nuk besoj se do ekspozojnë kaq lehtë. Ata po luajnë fort. Dje më bën prit, nuk e di as vet gavinin plumbët. Por fati më deshi. Ti ke drejt, Ervisi është dinak dhe shumë i shkafët. Por jo për shumë kohë. Normal. Vërtëm direkt me planin. Qa plani, vlla? Pajnë pizza. Pusim pra të barbonin. Po. Një muj ko kemi, ndryshe, s'ka pare. Për një muj ne i vrasim gjithë familjen. Ti mi shetë beso se i gati, ha? Okej. Merë edhe telefon, edhe ik mi marë në vëzhgim. E marë në 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 vazhdash.
Kemi gjithë ditën këtu, dhe më duket vetja si kur kemi ardhur tani. Ashtu më duket edhe mua. Ti e gjëja më e bukur që më ka ndodhur kohët të fundit. Jam shumë e fat që të kam njohur. Premtoj që do jemi bashkë për gjithmonë. Të premtoj. Ti më bëre të jemi lumtur përsëri. Në këtë jetë kam kuptuar që gjithkujt do i vi momenti të marrë atë që e plotson. Për gjithmonë bashkë. Babi. O lodhe? Ja. Mirë, babi. Pse po ma thua këto? Nuk të pëlqej? Jo, ti je shumë e mirë, po. Ti e din që Samuelin e kam si vlla, prandaj. E di që e ke si vlla, por ti nuk po bën diçka të keqe. Pastaj, të dashurosh nuk është gabim. Mirë shpirt të puth. Që kur ti me puthi? Hajtere se flasim se merdi vllai. Ishte era, motrari malit. Era, thashtë është do një shok. Tjetë në një shok bën namin ti. Normal që bëj namin, se s'du të lëndoj njëri. Jam krenar që kam i vlasti ti. Hajde tani na bëj gjë për drek. Do na gatush në gjë të mirë. Po, si që thua. Ik ma mbushin. Ja, tani. Po mami, ku është? Tu janë, këtu. Ajde. Kë je mërë djarë se nuk të kemi parë gjithë ditën me sy? Pillove ti tani. Po qa da bëjnë shpio ma, normal jashtë do ri. Po, pra më në qëfar do bëjnë? Po kam frikë se gabon diku, po rri gjithë ditën jashtë po deshe. Mos u shqetëso, nuk bëj gabime. Të gjenë nëna një nuse ty. Po të pres ty o ma, të një gjithë jetën beqarë si që duket. Qërë ke mam, jemi? Melisa, shpejt ilacet. Do ikim spital. Prit, kaloj. Po u gati shpejt, do ikim spital. Qa spitali more bie? Ta që unë ka moshën, janë zakonshme këto gjerat, ti mos u mërsit. Por gjithsesi duhet vizitohesh, se vetëm ty të kemi, mam. Mirë, shpirti mamet, mirë. Planin e kam gati. Shumë shpejt dhe djali tjetër do i mbulohet me dhe. Deri ku dhe vardar shumë? Derisa mos të ekzistojë asnjë mashkull në atë familje. Është të lehtë të zhytemi, do të mendojmë si të dalim. Nuk kam qatë mendoj. Ky është qëllimi im. Qatë, zuri frika ty, ha? Jo, as pak. Mu dhe më keshëm kërë për zëzhë. Nëse kemi zakon të lejmë shëkun batë, pavarësisht si të vjerë fundi. Ajo pra këshu flitet. Hajde mësuat. Alo, te dhoma 104 do sillni një shampanjë.
Shampanjë. Ja, se dalje marrë. To plumba i ken nga gabimet e babait tonë. Po. Ndërkohë që ju më fëthini gjumë, kë më ka vlarë 2 nga tjemët e mi. Edhe për këtë fajnë e keni ju. Po ju, nuk keni asnjë faj? Çfarë faj kam unë? Ta them unë. Ky Samuel Elezi, shumë vite përpara, ju i keni varar babain. Edhe lat jetim 10 vjeç. Dhe këti është dashur të baj gjithë barën e familjes. E pra, e shikoj që jenë me faj. Po mirë, ju si shef policie po i mbani krahun një kriminali? Jo, as pak. Po çfarë? As pak, unë po vë në dukje gabimet dhe fajet e tua. Gabimet e mia i di vetëm, po ky më ka vrarë 2 djemë në lunë e trenis dhe për këtë do mbani përgjegjësisë, dhe për këtë dua drejtësi, thash. Për vete dashke drejtësi. Sigurisht. Po në drejtësi flitet me fakte dhe me prova. Dhe ne deri tani nuk kemi asnjë dëshmitar dhe asnjë provë për ta akuzuar. Ja ku i ke provat, faktet je vetë. Drejtësin për tjenë të mi do të vë vetë. Bonet? Ju? Po? Kur të mbaroj unë, atëre mund të merë një këtë çështje në dorë. Nervisi po na shpëton si shumë. Po mos u mërzit, do e kapi. Samuel, në fakt doja të thoja diçka. Melis, hajde moj, normalin e kemi vlla, mos ki turp. Përshëndetje Ermal. Më pafshë. Deshe të thoj gjë? Fundi do vi. Se nuk mundem të rip aty. Mirë ti, po, asun, më merr shumë malli për ty. Po, prandaj nuk doja të më takoja. Ti e di që unë dua të rri vetëm me ty, po e kam mendjen tek Samueli. Ti e di që e kam shok. E çfarë se e ke shok? E keni të lehtë ju goca, po. Për ne është siklet shumë i madh. Po çfarë thua, shpirt? Më mirë që e ke shok. Më keq, sepse motra e shokut nuk ngacmohet. Ky nuk është ngacmim, për dashuri. Çfarë ke shpirt? Pse po qof? Çfarë ka ndodhur? Çfarë të them? Nuk mund ta besoj. Një kohë kaq shkurtër, më kam vrarë të 2 vëllezërit. Ti e vajza e ndriçimit. Ndriçim Hoxha. S'ka mundësi.
s'ka mundësi. Akoma s'kam mbaruar. Përgatituni për vllajin tjetër. Çfarë janë këto fjalë? Ti je vajza armiku tim! Vajza ati që më vrau babain! O i më shkaktoj një plak që kur nuk do shërohet. Samuel, të lutem. Çfarë faj kemi ne të tjera? Vetëm vllajin të lutem jo. Më vrit mua më mirë. Ik largohu. S'mund të çfarë që më shumë se sa vajza armiku tim. Largohu! Të lutem ma për ta. Mirë, largohu. T'ishte vajza ati. Nuk duhet t'ishte vajza ati. Melissa, ermaj! Shqetëso Samuel. Gjyra saj, për e të stima jo! Mëskara! Isha vëra. O ti më trahtove, shkove më motrën time! Skeptur! Mos! Jo, të lutem. Të paktën më lër vetëm të marr hakun e vllajt tim. Të lutem. Merë hakun e vllajt dhe bëu burr. Një vlla e humbe, sa po humbe vllajin tjetër. Foto shpejt! Alesia, që ke është bërë? Që ka ndodhur më? Pse e mërzitur? Që ka e bukre ime, vogla ime, që ka? Nuk mundem, mam. Po pse mërzitesh ti shpirt, çdo gjë do shkoj në vendin e vet, besoj mami, kishe si të bë. Unë e doja shumë. Mendoja që ai ishte i duhur, Po zoti do ta gjej një mundësi t'ju bëj bashkë, nuk besohet. Nuk mund të funksionoj. Mes meje dhe ati më kurrë. Po pse mërzitesh shpirt, ke mami, ti do ta gjejmë një zgjidhje, të lutem. Ai është vrasë si vëllezërve të mi. Hajde këtu shpejt! Du! Çfarë ka Samuel? Po jo çfarë bëri tani? Ne duhemi. Mermalin s'ke punë! Se ç'se ke që ka? Ne e njohim Mermalin, është djali mirë. Edhe familjen e tij e njohim. Qa djali mirë, ta si e shpi, jo puset rrugve! Ha? Ti vajzë puthesh rrugve? A, ke bërë shumë gabim. Jo, mam, nuk kam bërë gabim. Ne do i tregonim atij, po Ermali ka fri nga reagimi i tij. Nga që janë shok. Ishim shok. Ai shkeli besimin tim. Ti ishte shoku im. S'do e hidhte syt. Po ç'ke kështu more djalë, ç'ke kështu? Kjo vajzë do të martohet me njerin. Si ti ishte shoku jot, si të mos ishte. Unë mbyll ky muhabet. S'dua ta diskutoj më. Ju pash prap bashk. Ti u vras të dyve. Në djallë shkofshit të gjithë. Vis, sa lëvizi njoni për aty në? Pra qa kesat, nuk qenë ke parëm të ezi. Do t'ikin nga këtu. Ku të ikin? Pa asgjë t'ikin? Ikin, po deshe. Se kisha për këtu. Du të largohem nga Shqipëria. Të mbaruan legët,
Lek kemi po, s'po gjejmë lumturi. S'janë probleme, ku e vetëm. Po drejnë më është me pa Shermalin duke u puth me motrën time. Pretendojnë se janë të dashuruar. S'ka mundësi. Pse mendon se do të gënjeja? Në fakt ne kemi zakon që motra shokut është edhe motra ime. Por nga njëherë zemra s'kontrollohet. Ti do thush gabim ka bërë që s'ka fol me ty, po? A mund ta qush gabim të dashurosh? Nuk e di. Por më shumë se kur jam I vendosur të largohem nga ky vend. Do ikim bashkë atëherë. Sa të mbaroj punë me ndriqimin dhe ikim. Për mendimin tim ti ke mbaruar punë me ndriqimin. Jo. Nuk largohem unë pa e bratë maskarajnë. Por mali ku mbeti. Ka një orë që më tha do vinte. Bëtë fund fare për edhe mali. Do, bëto? Ja, po të presin ty të nashti edhe shpak. Ka shumë pengje në jetë. Po a ka pengë më të madh se dashuria. Dhe mas në armë një këtë temë është të një. Çdo smundje të dhimbjet e veta. Dhe secila prej tyre shërohet. Nëse atyre dashurisë nuk shërohet. Shërohet po të gjesh personin e duhur. Humbja e dashurisë është e barabartë me vdekjen e një personi. Vitën më parë, u dashurova me një vajt. E desha aq shumë se që bëja çdo gjë për të. Por e don diçka më të vlefshme se dashurinë time. Dhe që nga ai moment, në zemrën time s'ka më dashuri. Shpeshherë e mira shkon në duart e gabuar. Pa nuk ka të ndaj shef, se latë mamë. Samuel. Kërkove drejtësi, ha? Po zgjodhe rrugën e gabuar. Mendove se do ta kalosh lumi pa u lagur ti, ha? Elvis! Ku shkon një Fimo? Unë jam Ermal Regja. Dha I Fatmir Regjës që e brave para terës shtëpi. Ku qore? Sa me fat që jeni? Një plum, 2 kurva. Pau.
Vetëm të keqen, papa. Vetëm unë ti. Po ta premtoj që gjakun e vëllezërve nuk ta lej pa marrë deri në pikën e fundit. Sa t'jem gjallë unë, jo i herë, jo. Në vërtet me ndonë sa këmara që e duar, bab. E vetë me jo të keqen, papa. E vetë me jo. Po ma premtoj që nëse nuk do jem unë këtë botë, gjakun e vëllezërve du ta marrësh ti. A djale mos më prek, është imi. Më more ty, është imi. Është imi! Emi, që ka ndodhur? Si është Mari? Ku e kanë djalin? Po në folë tha se nuk kemi asë qëllë, dhe të ku e djale gjanëm. Ku është? Mos u shqetësoj. Si më shqetësoj? Ermali është mirë. Nuk e kuptoj pse një alarmor ka të shumë një. Samuel, si është puna se nuk po marrin vesh asgjë? Patëm një përleshje dhe Edhe? Ermali u plagos. Mos! Mbajeni veten. Qetëso, ma. Doktori vetë ma konfirmoj që është jashtë rrezikut për jetë. Nuk sot. Doktor, si e kam djalin? Ju jeni prindit e Ermalit? Ne jemi që mos t'jofshim. Djali ka marrë 2 plumba në trup. Fatkeqësisht njëri ka prekur zemrën. Është rast e vështirë, ne bëm pamundur. Doktor, e kemi djalë të vetëm, doktor. Malini të mbaroj. Djaloshi ka dëshirë të jetojë. Tashmë çdo gjë varet nga ai dhe Zoti. Të lutem, kur mund ta shikoj? Pas pak mund ta shih. Shpirti mamit tanë si zëtë. Obi, ti je i fort. Të ka lisë, baba. Si do t'a lësh nenën vetëm birë? Mjaftu dojgjëm nga Fatmiri. Nësë dorso, tani arrit e qëllimi. Kur të kthejmë duhet të të shumë këmë. Prap vazhdon të pish? Që ngjen qef. Vazhdon prap të pish. Atë plerë, ato ta kalba atje në burg. Atje në ferë, tha kalba plerë. Ashtu si që bëre me fëmijët e tu që i futan dhe? Mos me përmend fëmijët më, mos me përmend fëmijët më, se nuk ishte faji më. Po kush e ka faj? Faji jot ishte që i vrave babai. Mos haro se i përulluri të kthehet një ditë. Nerva të piqozi, në piqozi si për e vra. Isha me nerva, s'doja të vrisja. Mos pi më të lutem. Të lutem mos pi më. Do pi dhe sa të polcas, do pi. Liqim! Të erdhi momenti. Jo! Të lutem, djali mos më prek! Djali mos më prek! Na vrave të gjithë, më rëpirë. Djalini... Më vrit mua. Vrite në nënë tonë. Na vrave, më rëpirë.
Brava qyve. Jo djel. Jo djel. Jo djel. Jo djel. Policia e shtetit! Asnjë mos lëviz! Erë! Buri prangët! Ti që nga i qmënd, vrasjet e tua nuk kanë kufi. Në burg do të kalpesh. Mere! Shpirti mamit, si e zemër? Mirë jam, ti si e nëmë? Mirë. Po ti si e mirë. Të vënd këtu. As hasmit nuk do ja uroja. Jo më ty birim. Mos mërësit nëmë, do dalë. Do e gjej një mënyrë. As gjithë s'kam dashën në jetë. Veç ju të ishit të lumtur. Pa qka gjithë vojtjeve të mija. Qëtësonën. Do dalë, ta premtoj. Si mund t'jetë e qetë një nën, kur e di që djali i saj të tjetoj këtu, në këtë vënd. Pse Samuel? Pse birim? Pse? Për çdo gjë që kam bërë s'jam penduar. S'mund t'jetë ai qetë pa marrë qakun e babait. Qakun e babait? Po ti ke humur jetën tënde, birim. Nuk është një ditë këtu, Samuel. E kupton apo jo? Çfarë fitove? Asgjë. Po Ermali si është? Pse s'ka ardhur në vizitoj? Ermali nuk ja doli dot. Jo. Shpirti u pref në paqe është. Kjo nuk është e drejtë. Ermali duhet jetonte. A ishte vllai im. Pse o Zot? Pra kjo është drejtësi. Zoti nuk ka faj për gabimet që bëni ju. Ne nuk bëm asnjë gabim. Ne luftuam për drejtësi. Po, e luaj baroj. Je lutem vazhdoni. Do shihemi përsëri. Shpirti. U lodhe, mam? Mam, çfarë ke? Je mirë? Mirë. Shtriu pak. Pi ilaçet. Ajsa, qëndroni bashk. Qa i ke këtu fjallë, mam? Mami nuk të priti dot. Mam!
Si e mor djali? Mirë, faleminderit. Ullë. Kur isha student, më vdiqnin edhe nuk arrita të takoja për herë të fundit. Qyteti imi ishte larg nga Tirana dhe atëherë vetëm një autobus ishte për të shkuar. Edhe rrugët ke parasysh ishin shumë të këqija. Nëna ime iku pa e takuar unë për herë të fundit. Por mendoj që ti do të kesh mundësi të takosh nënën tënde për herë të fundit. Se qëllimin e jetës kisha akmarrje, por jo. Ende nuk e di se cili është qëllimi i jetës, apo pse na është dhënë.